Vllaznia do pres në Loro Boriçi Dinamon të shtunën për javën e 29 të Habisnes Superior. Të besuarit e Edi Martinit kërkojnë me çdo kusht rikthimin të kecuria pozitive pasi ndalesës së fundmi në rrugoshin përballë Gnatjas, të pozicionuar me pikë të barabarta me Elbasanin, që për gjithashtu Gnatja në vendit e tretë. Shkëdranët nuk mund të tolerojnë më pikët e lëna në këtë fazë të mbetur të kampionatit, pasi të tjera ndalesa do thotë një rëshqitje përfundimtare e trofeut nga duart. Normalisht është një sfidë e rëndësishme, sepse e dim që Dinamo ka kualitet, pavarësisht se këto ndeshjet e fundit po kalon ndoshta një moment jo të mirë. Por gjithsesi nuk duhet ta nënvlerësojmë, sepse brenda Dinamos ka lojtarë me cilësi, me kualitet që mund të bëjnë diferencë në çdo moment. Por për ne tani jemi futur në një fazë delikate dhe e dim që këto janë ndeshje shumë të rëndësishme që nuk duhet të gabojmë dhe e kemi detyrim 3 pikë në ditën e nesërme. Shiko, për të futbollist është e vështirë kur rrin jashtë fushave. Por mendoj që dëmtimi kaloi dhe unë jam gati për ekipin, edhe nesër do të jem në fushën e lojës. Kastrati u dëmtu ndeshje me Gnatjen, por tani është duke prit sepse akoma nuk ka një përgjigje përfundimtare nëse do i duhet të ri gjatë apo do i duhet të rikthehej shumë shpejt. Ndeshja me Gnatjen normalisht ishte ndeshje e fortë, janë dy ekipe që luftojnë për titull kampion, vendi i parë me vendin e dytë. Edhe normalisht do të jetë një ndeshje ndoshta e balancuar dhe jo me shumë raste siç ndeshjet e tjera. Por s'ka asnjë ngërç psikologjik, mendoj se që në ditën e nesërme do dalim tek loja jonë dhe tek ato gola që gjithë presin. Vllaznia megjithatë i bën llogarit vetëm me fitoren. Jemi futur një fazë shumë delikate, kemi lënë shumë pikë, ndoshta me ato ekipe që në letër mund të jenë të lehta, të kalueshme, por sot e kemi vërtetuar që asnjë ekip nuk është i lehtë. Sot mundesh me rrash çdo ekip, sot mundet me të prish punë çdo ekip. Gjithsesi ne dim që tani jemi në fazën e fundit të kampionatit, janë 8 ndeshje që kanë mbetur dhe duhet ta vlerësojmë çdo ndeshje si finale, nëse duhet të arrijmë ato objektivat tona. Duke përfshirë dhe ndeshjen e së shtunës, vllaznia Dinamo do të përballet 3 herë së bashku me 2 ndeshje gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë. Ato polemika që janë shoqëruar her pas here jashtë fushës, besoj se duhet i harrojnë sepse gjithçka mbetet vetëm brenda 90 minutave. Unë jam i mendimit që vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, jo vetëm si individ, por edhe si kolektiv. Shumë vetë pranojnë që vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, shumë vetë ndoshta mendojnë por nuk kanë frikë ta shprehin që ne kemi ekipin më të mirë në Shqipëri, por gjithsesi ne duhet ta tregojmë fushë që jemi ekipin më të mirë në Shqipëri dhe duhet ta meritojmë këtë gjë. Pa diskutim që ndeshjet e kupës ka një specifik tjetër, por gjithsesi tonë vëmendja jonë është ditën e nesërme ta kalojmë me sukses, të marrim 3 pikëshin. Pastaj është dhe pushimi i kombëtarës dhe kemi kohë që të mendojmë për ndeshjen e kupës. Po të shtunën në orën 18:00 në program është Teuta Partizani, ndërsa në orën 15:00 luan Mbylysi Flamurtari. Java 29 e Superligës mbyllet të dielën me duelin e mbijetesës mes Tiranës dhe Vorës.